këshillojnë për fe, e këshillojnë për moral, e këshillojnë për drejtësi dhe ta mbyllin derën. Dije se dera e qiellit kur asnjëherë nuk mbështetet. Me ta kthi derën kushdoje prej kësaj dynjaje, por ne mos të ta ktheje dhe ta mbyllë derën ai që është në qiell. Mos jetë kundër teje Allahu, ne tjetë kundër teje kushdo ne tjetë. Nuk është asnjë lloj problemi, nuk lunë rol hiç. Ne tjetë këtë ditë të dynjajës qenë, në qoftë se Allahu në qiell, ta ka mbyll derën, ta ka kthi shpinën, kote ki jep se i ki këtë derë të dynjajës qenë. Dikush mendon se i ka njerëz të vetë në parti, njerëz të vetë në pushtet, njerëz të vetë në njofshëm, njerëz të vetë në rrethin, mendon se krejt mundet me bo, ndërsa e ka i dhuru Allahun, dhe Allahu ja ka mbyll derën, ta dije se e ka kot, kjo dynja sosët shpejt, dhe të vendosin në varë dhe ikin keq ka i ki të njofshëm, keq ka i ki partijës, keq ka i ki e pozitës, keq ka i ki edhe ato me truproje dhe pa truproje. Krejt jesin jashtë, offline prej jetës tande. Furnizon dhe nga çdo e keq që ti bron, Xhennetul Firdausin gjithë dhe nasip në bën inshallah. Sot së bashku jemi në hijen e ajetit të parë të surës Isra. Pra, u shënu në historinë e njerëzve dita e një mrekullie e madhe që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo është nata e Isras dhe Mirajit. Janë dy udhëtime të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam drejt Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu, me qëllime të veçanta që Allahu te bareke ve teala i ka dashur dhe i ka synu dhe ja ka mundsu dhe ja ka realizu dashmit vetë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Na kretë kemi ndëgju dhe kete kemi shpjegu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhammed Mustafaja i ka dy nana. Nana që e ka lind dhe nana që e ka ushqej, i ka dhënë qusht. Dhe ne thënë nana e qushtit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas nan Aminën, apo të ne njohur si Emine, dërsa Halimja e fisit Saadije ka qenë nana e qushtit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në qofë se i merë dhe i lezën librat e jetës që flasin për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ki me pasë e ketë e shenojnë rastin kur ajo është në kujdesjen e nanës Halime Saadije. Halime Saadije, prefisit e Saadi. Duke lujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fëmijët e vogël ashtu si lujnë fëmijë. Dhe prej këtu i porosit mi prindrit shlojni të lujnë fëmijët lojat e fëmijëve, por asë si mos i lejoni të lujnë lojat që s'janë të fëmijëve, që ja servojnë fëmijëve. Sot është një defekt shumë i madh. Sot thuaj se nuk ka fëmijë që nuk e ka telefonin dorë dhe nuk lun me telefon. Dërsa telefoni nuk ka lojë që duhet t'ja jep baba dhe nana fëmijëve. E shef fëmijës që jep nana telefonin, hajse qetësohet. Telefoni është loja ma e keqe që mund t'i servohet dhe i për drejt fëmijës. Shloje fëmijën dhe luje lojat e fëmijës. Krejt na jena rrit me qëto lojat e fëmijëve që i kena lujt para derës shtëpijës apo në mahall, dhe janë natyrshme fëmija me lujt se është fëmijë. Dërsa ajo që është në telefon, ajo është fëmijë, ajo është lojat e jehudive, masonëve, shkatruzve të njerëzijës dhe ative kriminelve, mafijashve që janë të farmacijës dhe apotekave. Dojnë t'ja shkatrojnë qelizat e fëmijëve në përmet telefonit që ato pastaj të kenë në të ardhmen terapia të ilaqve më të rëndë që ka mund i merë qeliza e insanit, trupi insanit, rezultati asaj nga rezantimi që është me telefonit. Dhe këtë e keni pa ju kreta për shtëpijat e juve, e keni një telash shumë të madhë, se fëmijën e edukon telefoni, nuk e edukon nana dhe baba.
as pak të edukoje mësusi edhe mësusja, por edukatën e merr drejt për zdrejti nga ajo që i servohet në telefon. Duke lujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i vinë 3 burra. Dhe e kapin pejgamberin alaihi salatu wasalam, fëmijë i vogël, dhe e shtrin për toke. 2 veta, njëri e kap të krahat, njëri e kap të kont, njëri ja qenë gjoksin. Dhe këtë shohin djemt dhe fëmijët që kanë lujt me pejgamberin alaihi salam, sa që shkojnë edhe i lajmërojnë tu vrapue nanën e vet Halimen, që është nana e qumshtit. Dhe ajo kur ven e gjenë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam i shtrim në tokë dhe ja gjenë në gjokë sikur me operu edhe me e kejtë në gjokësin e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Trishton nana e Muhammed Mustafa se qumshtit Halimja, trishton nga pamja edhe merë edhe qënë të nana vetë se mos po e godet të një e keqe. Kjo ishte pregaditja e parë e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për këtë udhtim madhështor. Dhe pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e shpjegon këtë rast, po të njëjtën e përjeton bazë kitabeve edhe natën e Isra's dhe Mirajit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot bejnama ana bejne naimin wa yaqadha. Isha thot nëmet pozicionit të gjumit dhe pozicionit të klapimit qut. Dhe më thonë qut ama jo qut. Jo i trazum komplet, po sigur me mshënësit me pushum, thot u qel kulmi i shtëpijës. Thot dhe e pash Gjebrailin kishte ardhë me 2 melek. Me një rivajet me 1 melek. Dhe zbritëm dhe më operun. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot më nxerën zemrën në një enë të arit. Jo rasisht to që operojnë zemrat, zhat me treva, ku e di una hamama, e përdorin kur njerin tash operojnë në zemër, tash ka arrit medicina, ndërsa medicina hynore e Gjebrail Eminit, ajo ka funksionu prej kohës pejgamberit alaihi salam me anxher njerin zemrën. Subhanallah, me anxher zemrën a funksionon, po zemra nuk është që ma njerin gjallë. Shpirti është ajo që dhe ma trupin gjallë. Kur qkoj e shpirti, zemra nalet, por dhe disa shpirti zemra funksionon. E kanë nxerë Gjebrail Emini në enë të arit, tash medicina e përdor arin enë, sepse i vetmi material që nuk le, në qofë se le mishin, nuk le nga ajo që të mare dishka. Me vnu në hekër, mërë copa hekër i në gjitën, me vnu bakër i në gjitën, me vnu misink i në gjitën, me vnu e kojnë në plek në gjitën, e vetmi material që nuk në gjitët në ta është ari. E vnojnë ari, edhe e këthejnë të insani, këtë e buni Gjebrail Emini dhe ata e burën nga hadiset e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja pastrun zemrën. Thanë, janë zërën një copë të vogël të mishit, edhe Gjebraili i tha, hadha hadhu shejtani mink. Dhe kjo thashtë, pjesa që mund livrit shejtanit e ti. Ta hekna që më s'ka vend mo shejtanit livrite. Dërsa na njerëzit kreqka e kemi ka një copë ku funksionon shejtani ati edhe ban njerit vezvese. Pse ka pregadite shpirtin dhe trupin e pejgamberit alaihi salatu wasalam për diçka që është shumë e madhe. Kjo vjen si rezultat i 2 ngjarjeve që i përjeton pejgamberi alaihi salam. Cilët janë? E para, vdekja e grujës vet Hatijës. Gruja e vet Hatijja radhiyallahu ta'ala anha, e cila ishte besimtarja e parë në rruzullin toksor. E para që i ka besu pejgamberit alaihi salam, insani parë dhe gruja e parë që i ka pranuar fenë islame, është Hatijja radhiyallahu ta'ala anha, nana e besimtarëve, bashortja e Muhammed Mustafas. Për krahasja në aspektin shpirtëror dhe në aspektin material të Muhammedit alaihi salatu wasalam. Sa që pejgamberit alaihi salam kur i erdh shpallja ikra bismi rabbike alladhi khalaq, i pari insan që u strehu të ajo ishte Hatijja. Shkoja dhe i tha, oj Hatijja, mlok se jam tu dritë, mlok dhe se kam ethe. Ajo e mloj
dhe filloj ta limoje kakria, ta qetësoje Muhammed Mustafa. Si mund ta qetësoje bashkëshortin e vetë. Nuk ka kush që mund e qetëson. Në t'i bije 500 diazepama, në t'i bije 500 ilaqa dhe tretmana. Nuk mund qetësohet që ashtu si e gjenë qetësie njeriu kur vën të familja vetë, të shtëpia vetë. Për atë arsye shfrytëzoni shtëpiat për qetësi. Mos bëjni podere në për shtëpia, mos u përlajni në për shtëpia, mos flitni me zotë lartë në për shtëpia, baneni shtëpien vend qetësim për juve. Atë pejgamberi a.s. dhe i thoi Hadijë jam trishtu, aja e mure dhe e qetësoj. Ja tha disa fjalë, ja rahatoj shpirtin, ja rahatoj zemrën. Që kjo grue, e cila përkrajke me pare, e përkrajke edhe në aspektin moral, i kjo vullnet, i ke rrë rahat, musu mërzit, Allah i ka me të nimu, ti nuk i e njeri i cili i keq, ti e ndihmon fukarajen, ti qëndron drejt, ati ku duhet me qëndru në drejtësi, ti nuk ban padrejtësi, ti viziton farefisnin, ti kështu e ti ashtu, ti jep njerëzve me ëndër, e qetëson të vazhdimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Resulul Kerimi alaihi salatu wasalam, kur e hupi Hatijën, sikur me ju hup një krah. Sikur me ja hup një krah. Dhe pastaj e përjetoi edhe një sulm të madh, një sprov të madhe, i vdiq migja i vet Ebu Talibi. Ebu Talibi, që më të jemi dashur, ishte baba i Hazret Alijes, edhe pse ishte jo besimtar, edhe pse nuk e pranoi fejen islame, edhe pse nuk hecke mas udhës në adhurim, në aspektin e adhurimit mas udhës së pejgamberit a.s. por nuk lejonte që dikush t'i shkakton dëm. Nuk lejonte që dikush ta sulmonte Muhammed Mustafa. I pat mbledh këtë banorët e Mekës, edhe i theke ai i cili do të ketë problem me neve, me fisin tonë, ne ta mate fuqien me nikrin të Muhammedin. Dhe asisi nuk gëzëte kur kush ta prejke Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çdo herë që kish potere, dilke me gjyks për para, Ebu Talibi, baba i Hazreti Alijes. Baba i Hazreti Alijes, i cili lumte rolin si me kon baba i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Një plak i cili fjala e vet hecte në mesin e banorëve të Mekës. Po ju drejtona pak më të vjetrive, po ju tham pleç mos ti mesin dikujt në hatër. Shfrytëzoj rastin në qoftë të hec fjala dikun, këshillojet i kanë për të mikë. E shese dikush ta bën fjalën si Axhibab, rinë në pozicionin tanë me peshën tënde, so i nipat dhe mbesat se si duhen ta kënaqin Allahun xhaleshanu ve xhalal. Sa ti 3 vite njerë nuk i shkon fjala, dërsa plakit, ati që i ka boto vjet, ju ka zbat mjekra, edhe i ka mërë pamjen e ati plakit që shika hije, fjala ati pranohet për shkak se përvoja, eksperienca është shumë e madhe. Kur vdiq Ebu Talibi, baba i Hazreti Alijes, u mërzit shumë pejgamberi a.s. sa që u lutë për ta, tha o Allah për hatër tem, të bajsh dishka për miqën tem. Tha ja Rasul Allah, o i dërgumi Allahit, për hatër tem sa do t'ja japmi dënimin më të lehtë që ekziston në zjarë të xhenemit. Para mendoni, jo musliman, kur s'ka me i në xhenem. Dikush të valla unë si baj kërkujnë a keq, jam të bëve qmirë, në qovë se nuk i e musliman, në qovë se nuk falësh, sa tush t'jesh i mirë edhe ta mbrojsh Muhammed Mustafan, alayhi salatu vesselam, në qovë se nuk i e musliman, dhe në qovë se nuk falësh, nuk i qon ato urmat e Zotit në vend, badijava xhenet s'munësh me pa, ja ki e ka mbrojt pejgamberin alayhi salam, tha ko me kon për gjithmonë xhenem, ama kina me adhon të dënimin e lejtë. Çfarë është dënimi i lejtë? Tha Allahu i tha pejgamberit vet, sallallahu alaihi wasallam, tha kina me avesh një par nalle të zjarit, kanë me i vlu truni. Subhanallah. Truni i vlon prej temperaturës së nalleve, jo të hijen xhenem, por prej nalleve të zjarta, ka me i vlu truni.
Po me konë që hinë gjenem, si bohat halli insanit. Allah i në rujt nga zjarë i gjenem. Amen. Tha do t'ja japim tha mat letër, vesh për shkak se t'kam broj. Kur vdit që ki që e mbrojke, Resulullah i tjerë një dy sulme të mëdhaja dhe shumë u mërzit. Tentoj me shku në Taif edhe atje gurzun dhe jerë dhe treta kapak, ja dërgoj Allahu Gjebrejl Eminin, kur a i vetë se filloj t'i upe shpresat, se s'po i beson kurkush, s'po e pranon kurkush, ato që e finansojshin vdiqën, ato që e përkrashin vdiqën, ju qel dera e qjelit, pasi që dera e tokës dhe të botës mshe. Kjo është një mesazh për kretëve neve, kur dikush nuk në ingon fjallën për të mirë, e këshillojnë për fe, e këshillojnë për moral, e këshillojnë për drejtësi, dhe ta mbyllin derën, dije se dera e qjellit kur asnjëherë nuk mshelet, me ta kthi derën kushdoje për kësaj dynjaje, por në mos të ta ktheje dhe ta mbylle derën ai që është në qiell, mos tjetë kundër teje Allahu, në tjetë kundër teje kushdo në tjetë. Nuk është asnjë lloj problemi, nuk në roli hiç, në tjetë këtë dirë të dynjajës qenë, në qovë se Allahu në qelë, ta ka mbyll derën, ta ka këthi shpinën, kote ki se i ki këtë dirë të dynjajës qenë. Dikush mendon se i ka njerëz të vetë në parti, njerëz të vetë në pushtet, njerëz të vetë në njofshëm, njerëz të vetë në rrethin, mendon se krejt mundet me bo, ndërsa e ka i dhru Allahun, dhe Allahu ja ka mbyll derën, ta dije se e ka kot, kjo dynja sosët shpejt, dhe të vendosin në varë, dhe ikin keqka i ki të njofshëm, keqka i ki të partijës, keqka i ki e të pozitës, keqka i ki edhe ato me truproje dhe pa truproje, krejt jesin jashtë, offline prej jetës tënde. Dush mu ballafaqu me derën e qiellit, dush mu ballafaqu me atë që është në qiell me Allahun subhanahu wa taala. Ja qeli Allahu derën e qiellit dhe e morën me laçet dhe i thanë, duhet me të operu edhe njerë, ja Rasulallah. Ja operu zemrën pejgamberit Muhammed Mustafa s.a.s. dhe e kapën njani me lek me një krah, tjetëri me lek, tjetëri në krah, dhe dojnë me dalë nga dera. Dojnë me dalë nga dera. Kur e pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esni për para gjëma. Kur e pa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, te dera e shtëpijës së vetë, një krijes që hiç më herët nuk e kishte pa, i bardh më i bardh se bora. Në pamje, sikur me kanë kali, por më i shkurt dhe më i vogël se kali. Por i gajke edhe si magar, por më i madh dhe më ndryshe se magar. Nërmet kalit edhe magarit, me flatra, një krijes e xhenetit e quajtur Burak. Buraki, kërë takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i mërzitshëm, bas kitabeve, Gjebrail Emini e ka pyti, ka thonë, shka ki o Burak? Tha jam koni mërzitshëm, pikur më ka kriju Allahu, derin që këtë moment nuk më heket mërzia, deri sa ta shoh ftyrën e Muhammed Mustafas alaihi salatu wasalam. Allah i në mundsoft ta shoh ftyrën e tij. Prej këtij momentit, pasi që e pa ftyrën thot pejgamberit alaihi salatu wasalam, për mua nuk ka mërzi. Ja Rasulullah, kam deri sa të barti me veti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do të hipe për mi Burak. Buraki si krijes Allahut, shpejtësi të madhe që e posedon, që ja ka dhënë Zoti, hapin, njënin hape ka sa mund she, njeriu në hapësirën qelë. Sa she, sekundi nuk i duhet një hap davoje, qa që shi shpejt. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i shoqëruar nga Gjebrail Emini dhe dy melek apo një melek me veti, fluturon drejt, horizontalisht, drejt Mesjidul Aqsas. Për atë arsye kjo ajet, i cili llogaritet ajeti Mekës, Allahu tha Subhanalladhi. E çuditshme, i madhëruar qoftë ai i cili esra e barti në pjesën e natës horizontalisht e barti robin e vet
natën prej Mesjidul Haramit. Mesjidul Haramit e në Ka'bës. Xhamia Ka'bës e ka emrin Mesjidul Haram. Xhamia e ndalesave. Ilal Mesjidil Aqsa. Deri në xhamien Mesjidul Aqsa e cila është në Palestinë. Momentalisht në duart e krijesave më të fllihur, Allahu i vraf dhe e liroft nga duart e ative. Thujni amin. E barti Allahu Muhammed Mustafa me burak deri në Palestinë. Kur zdripi në Palestinë, në një shpejtësi të madhe, që shka mujt, po që shpunët aeroplani me flutur. S'ka mund këtë zaman me dhëmë që shka mujt, kur po mundet me kriju një fabrike aeroplanave, aeroplana me shpejtësi gjigante shumë shpejt, shka mund kryon a i cili e ka fabrikën kun fejekun, e ka në dorën e vetë, mundësia shka të kryoje me që të bohët dhe bohët. Ajo është Allahu gjëllë gjëllë. Allahu asë në kryon ma shpejt se aeroplani, ma shpejt se raketa. Pa e ka kryu dhe kryon shka bënë Allahu. Dhe shpejtësia atje me apsirat e qiellit të meteorave në galaksien që nuk matën me shpejtësien që matë insani, është shumë normal të kuptoje shpejtësien e burakit. Zbriti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe shka boni e lidhi kërpeshin e burakit. Pa a u tuk se po i hika, jo me najlon neve një mesash. Se kur do me ra me flet, dim shele dherë. Kur do me dal ludh me kerin, kontrolloja ulljen, kontrolloja gumat. Kur do me bo diçka, bani se vebe, a do me hi o t'i nëzanë si i nderuar, a do me hi në provincë, leco librin, se nuk ven prej hamendjes ajo, nuk ven prej mrenda natës në gjumin spirit. Du është lecojsh për me shkrujt dhe më ju përgjish për pytjeve në testin e shkollës. Për me bo prodhimin e sendjeve du është me nëzim makinat. Për me rujt mallin du është ta sigurojsh mallin. Lidhe biciklën se ta vedhen bitë pasar. Lidhe edhe burakin e lidhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë rumullakin që e ka dera e Mesjidul Aqsas. Dhe kur hini ta, Resulullah i do e shohen një pamje që do t'ja qetëson shpirtin, që do t'ja hek mërzien, që do t'a largon vezvesën. Ajo është prezenca e gjithë pejgamberëve në xhami. Që në tash këtë xhamia është e mush me xhamat. Me ligjeruën e vetë këtu edhe një njeri këtu përpara, ja nisë me dyshu njeri, thotë mirëve, ja problemi është e dersi, ja problemi është i ligjerusit. S'po vinë xhamati me nguhe, se kjo është për të mirën ative. Ama kur t'i shoh se kanë ardhur xhamati, atëherë do të thonë ka na puna mirë, elhamdulillah pas ka njerëzit mirë, nuk kanë vetëm këtë udhë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i pa këtë pejgamberët, kur i pa se janë prezent ato burat e mëlloj, misionar të mëlloj, prej Hazreti Ademit e deri te Hazreti Isa, krejt ishin ati prezent, bur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ata krejt ja banën me dorë që kështu, mirë se ki ardhë, veni jotë është atje. Veni i Muhammed Mustafa s'kana në mihra, për mas safet e gjematit kanë në pejgamber të Allahut, që do me do se imami i këtë pejgamberve është Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këtë pejgamber të Allahut hecin pas Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Këtë pejgamber të Allahut kanë pas dëshirë prej Zotit hecin mas sahabave të Muhammed Mustafa. Në me një rast, ju ka realizu t'i gjona për krahja e Muhammed Mustafas dhe realizimi i dëshirës së pejgamberve të radhitën në safin e Muhammed Mustafa. Çfarë është problemi me ti edhe me mu? Që na jena ymmet i ti, jena mas safeve të ti, edhe ala i kina mente brevi, ala i kina mente druni, ala i kina mente guri, ala i kina të ngjira, ala na lidhin sendet të kota të besimeve tuja. Ku është problemi? Problemi asaj se parashtrohet pyetja që përgjigjen e kina në veti, a jena na ymmet i ti për një me? U mitëm të folë, ose feston t'i lidhën, prapë shkon t'i e feston. Ku është problemi? Të ne që e kalzojmë, të kjo shka lezot, apo të ti shka e ndëgjot.
Këtë pejgamber të Allah po mburën mu falë mas Muhammed Mustafas, dërsa na kemi problem se a jena për një me ümmetit ti. Lusim Allahu Gjeleshanu vë Gjelle Gjelalu, pasi që thiri e zani, Allahu Dhul Gjelal në boje ümmeti Muhammedit a.s. hakikat. Le lusim Allahu Gjeleshanu vë Gjelle Gjelalu, ashtu si që Allahu e qetsoj Muhammed Mustafa a.s. dhe i dha fuqi dhe energji të vazhdon, ma të tje, me udhtimin e Isras dhe Mirajit që me mujt me spjegu na duhen mere shumë gjumaja, por pasi që prond ishte nata e madhe dhe shumica muslimane nuk e di që jo gonë, na e patëm të arsishme që ta përkujtojmë vetën dhe juve me këtë udhtim të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po që Allahu na jep emër do të vazhdojmë edhe në gjumën e ardhshme ta shpjegojmë se çka ndodhi me pejgamberin alayhis salam në Miraj. Kjo ishte Israja dhe Miraji është në aspektin vertikal kur udhton nga Mesjidul Aqsaja për mbi 7 kaqie dhe takohet me Allahun xhaleshanu ve xhelal. Emanet e mur pejgamberi alayhis salam namazin dhe ja lipi Allahut Mirajin. Tha Zot për ummetin e Miraj, tha bani selam ummetit tanë. Ai i cili don takim me mu, Miraj do më thonë mu taku me Allahun, ai i cili don mu taku në ta fale 5 kohë namazin. Po gjëmon, vallahi, e mbillahi, puna e parë, që kina mu vetë këtna, pa për jashtim, puna e parë që kina mu vetë në vorë, mas shahadetit, është namaz. Që na jena të bo kur gjohiq, veç me një gjumon dhe në me një gjennet. Veç me një gjumon mu shpëtu, besoni që vallahi, e mbillahi, nuk ka shpëtim pa 5 kohë namaz. Lusim Allahu Gjeleshanu të na qetëson edhe të na jep energji pozitive me namaz. Namazi jonë të largon nga veprat e këqija dhe nga gjunahet. Lusim Allahu Gjeleshanu rinien tonë në Islam të udhëzon. Pleqve tonë të jep ymër gjatë, shëndet të plot, të smutit të shëron, të burgosurit të pafajshëm të liron, të hidron, me zvetet i pajton, borçlit nga borçit i pasron, ato që kanë telashe, ato që kanë probleme, Allah nga telashet dhe probleme t'i shpëton, që në të fikosin,